E do flasje ai, që është në burg. Do flasje se këta e kanë futur brenda, të dy palët bashkë. Do flasje, po, do flasje ai. Po dhe ai kusursi kanë shqiptarëve. Po do flasje ai. Do nxjerrë thua? Po do flasje ai se s'është nga ta burra që ma burgun ai. Do flasje ai, kujto ti se i krijon dhe ati një kult, po e çfryn. Do flasje. Se nuk u çfry sot ai. E hoqë nga punë e partisë ka mujt të tërë. Kur ti nuk e prisje, u preke kaq shumë që deri nuk komentonte. Ç'është ky? Jovan Bregu, Nesi Angoni. Po. Mund të jetë grup bashk. Do flasje ai. Ato kullat që ka bërë me këta si i ka bërë, do flasi. Jo se nuk ja dim, edhe nuk ja dim, edhe unë nga ta që ja di. Po do flasi. Do t'i hapet incineratori këtu. Këto marri me vete këtu. Kur të hyrën ke procesi dherave, këtu, që amenduan kontratën, e bën nga 1,8 euro metër kub, dhe ku vajtën parat, dhe kush janë, atë do të marri pak frymë Shqipëria. Dim akoma ne. Edhe t'ja dim ne se kush janë zullumet, edhe do të na vesh si për kokës këtë do ti, edhe si do ti, ashtu s'kash. Dhëm për dhëm me të keqen, ku do qoftë ajo, sa do e fort qoftë ajo, dhe dhëm për dhëm deri në dhënien e jetës. Ky është qëndrimi im personal. Nuk ka shpëtim për Erion Velia në thonë? Erion Velia duhet vetëm të thotë vërtetat për zullumet që ka bërë. Që janë pjesë edhe të tjere. Ashtu. Pa më pasë se dhanë si tyre është. Erion Velia këtë të thotë. Dhe i bëj thirrje, si lidhi misin me çim fushën. Çfarë i fali Petrit Fusha ati në 2015. Kaq thirrja ime. Do të japin letra prapë. Kështu është puna. Këta mendojnë se ne, duke ditur këto të vërteta, do vazhdojmë të mbajmë mbi kokë këta pa ndryshim, pa shpresë për ndryshim. Ky lloj kodi, këto lloj lisash janë garanci që ne do bëhemi më zi sa jemi. Ashtu jo. Unë i garantoj njerëzit. Më zi se sa jeni do ju bëhet. Do filloni si Laraska gjithë si Dash Sula. Se këta i thonë Gjeldeti, si Larask u bëhet je. Po pse e the sot more ti zotit Dash? E nuk e the kur e kemi thënë të tjerët. Dhe e kam thënë edhe tavolina politike. Kuptimin që jemi mbledhur për televizione, ka qenë politik objekti, kanë qenë dhe deputet dhe gazetar, e kam thënë. Jo atëherë nuk e kuptonte. Pse? Se nuk i leverdiste. Po e mira nuk është ajo që të leverdis ty më. E mira është që e sankcionuar. Dhe do ta paranosh do apo s'do ti. Dhe ky është integriteti. Çfarë qëndrimi mban ti ke e mira dhe kur atë të dëmton ty. E mira është tjetër gjë. Koordinon ti të mirën tënde me të mirën e baraktarit partisë, edhe kur baraktarit i del tepër ti ose të hallafin, po këta e mashtrusë. Çfarë kanë bajta me i popull, edhe s'po du ta mbajnë me Dashin apo me Romer. Këta e mashtrusë. Si u lidh ka marrëdhënie personale? Kur si kam kërku dikujt të lidh marrëdhënie personale? E ti thuash në mënyrë të shpifur, jam i yti. Po ç'a jeti? Dylberi aty jeti? Ç'a është? Jam i yti unë, o shefo dhe më lë mua. Çfarë jeti? Je më keq se sa shëpëtor, domethënë.